Vazhdojmë që të parën ta përgatisim shërbetin. Zakonisht kur bëjmë gati ëmbëlsira me shërbet, është mirë që të parën ta bëjmë gati shërbetin, kështu do ta shkurtojmë shumë procedurën e përgatitjes dhe do të ketë kohë shërbeti që të ftofet. Marrim 3 gota nga 250 ml secila me sheqer dhe i shtojmë në një tenxhere. Unë zakonisht matin e bëj me gota që ta keni edhe ju më të lehtë për ta matur sakt masën që na nevojitet. Në të njëjtën sasi shtojmë edhe ujë, 3 gota nga 250 ml me ujë. Matjen e bëjmë në të njëjtat gota. Përziejmë mirë që sigurohemi që sheqeri do të shkrihet tërësisht dhe pastaj vazhdojmë në zjerje në zjarr mesatar për 10 minuta. Vazhdojmë tani me përgatitjen e brumit të sheqerpares. Merrni 125 gram margarinë ose gjalp të zbutur në temperaturë dhome për 2 deri në 3 orë. Si për gjalpit, shtoni 50 ml ose gjysmë gote çaj me vaj. Në total na nevojiten 2 vezë, por një rënd bardh vezës e largojmë anësh, një vezë të plotë dhe një rënd kuqe tjetër të vezës i shtojmë te ina me brumin. Tani shtojmë një gotë çaji me sheqer pluhur. Nëse nuk keni gotat çajit, mund ta batni me lugë gjelle, 5 lugë gjelle me sheqer pluhur. 100 gram ara të coptuara, një gotë çaji ose 5 lugë gjelle me oriz të bluar ose semolina. Pasi shumë nga ju më pyetni se si duket, po ju tregoj paketimin të cilin unë zakonisht e përdor. Vazhdojmë tani që ta shtojmë edhe miellin. Miell do të na duhen ndikon 2 gota nga 250 ml me miell, por si gjithmonë miellin do ta shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Njëherë do shtojmë vetëm një gotë dhe do të vazhdojmë që ta ngjeshim brumin. Gotën tjetër me miell e kemi këtu afër dhe vazhdojmë tani ta formojmë brumin e kësaj sheqerpare. Vazhdojmë shtojmë miell nga pak dhe në këtë brum të sheqerpares nuk shtojmë fryrës, pra është pa pluhur për pjekje. Brumi është gati, duhet fitoni një brum kështu mesatarisht të butë, të cilit mund t'ja japni lehtë formën. Dhe në total mua më deshën 2 gota e gjys me miell për ta formuar këtë brum. Për këtë sheqerpare do të na duhet edhe kadaif. Për ta shkurtuar punën, unë përdor zakonisht këtë lloj të kadaifit, i cili shitet në tepsi, kështu gati i pjekur, por nëse nuk mund të gjeni nga ky lloj, do të merrni 100 gram kadaif dhe do ta fërgoni pak në një tenxhere në një lugë gjelle me gjalp. Por nëse mund të gjeni si ty, atëherë vazhdoni menjëherë me radhën formën sheqerpares. Marrim edhe të bardhën e vezës, cilën e larguam anësh që në fillim të recetës dhe mbajmë këtu afër. Marrim pak brum dhe me dorë vazhdojmë e lëmojmë. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdhaja, duhet që kjo sheqerpare t'jetë pak më e vogël. Dhe vazhdojmë tani nga njëra anë të rrotullojmë të bardha e vezës. Vazhdojmë tani të rrotullojmë edhe në kadaif. Pra në këtë mënyrë. Pa merrni pak brum, unë po mundohem t'i bëjmë më të vogla, sepse më duken kështu më të bukura dhe mund që t'i shërbejmë pastaj nga 2 copë për secilin njeri. E rrotullojmë në të bardhën e vezës dhe pastaj në kadaifin e coptuar. Vazhdojmë tani kështu derisa të përfundojmë me të gjithë brumin e sheqerpares. Dhe tani sheqerparen e kemi gati, vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për 25 deri në 30 minuta. Sheqerparja është pjekur, e kam larguar nga fura, lejojmë që të ftofet dikon për 10 deri në 15 minuta derisa të na bëhet e vakët. Tani sipër sheqerpares të vakët shtojmë shërbetin e vakët, pra që të dyja duhet të jenë të vakta. Tani lejojmë që sheqerparja të pushojnë në shërbet 1 deri në 2 orë, ta tërheq mirë shërbetin, të ftofet pak dhe të vazhdojmë që ta shërbejmë. Dhe si gjithmonë, si në çdo video recetë, edhe në këtë video do ta bëjmë demonstrimin e recetës nga afër.